لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se besimtari fillimisht në gjithë ata që Zoti e ka ndalue dhe ka kërkue nga robi i tij që ai me hjek dorë prej saj, e kupton më njëherë besimtari se ajo ndalesë nëse veprohet është në damin e tij, damin e tij si individ edhe si shoqëri. Vrasja e qëllim për të cilën jemi në tema që disa hutbe në këtë temë dhe po e trajtojmë, është temë që duhet të trajtohet shumë me seriozitet, për shkak se është si dukuri e paraqitur në mesin ton dhe po merr hapa, po merr masa edhe më të mëdha dita e ditës. Megjithatë besimtari, përderisa vrasja qëllimt është dukuri që kërkon largim të menjëhershëm nga ajo, besimtari merr disa hapa që janë forma dhe metoda për ta pengue besimtarin nga veprimi i kësaj dukurie, apo për ta eliminu besimtari këtë dukuri në jetën e tij. E para prej metodave, të nderuar vëllezër, është që besimtari duhet që të meditoj më shumë rreth rrezikut të veprimit të kësaj dukurie, rreth rrezikut të veprimit të vrasjes së qëllimit, të meditoj rreth kësaj dukurie për rrezikun që i shfaqet në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse mediton thellë në damin e kësaj dukurie, pak prej atyre besimtarëve janë që mendojnë ndonjëherë me vepru këta, edhe në situata të rënda, edhe në situata të vështira. Sepse me një vrasje që ti e bën këtë dunja të qëllim, merr jetën e dikujt pa të drejtë, ti do të thotë ke shkatrue dunjan tënë dhe ahiretin tënë. Ti e ke humbë dunjan tënë dhe ahiretin tënë. E ke humbë dunjan tënë me dënimin që të shfaqet në këtë dunja. Ndërsa e ke humbë ahiretin tënë me hidhërimin e Allahut, mallkimin e Allahut, xhenemin e përhershëm të atij i cili e vepron këtë. Nëse nuk pendohet tek Allahu xhalla xhelaluhu.
Andaj është shumë më rëndësi të nderuar vëllezër që besimtari të meditojë në ajetet dhe në argumentet, faktet që flasin për rrezikun e kësaj dukurie, ti meditoj ato dhe ti marrë shumë parasysh. Ajetet, fjalët e Allahu xhelle xhelaluhu dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka treguar se mbytja e një njeriu pa të drejtë është më e rëndë se sa me shkatrua krejt këtë dynja, se sa me prish krejt këtë dynja. Andaj besimtari duhet ta ketë parasysh këta. Është formë shumë e rëndësishme për me pengue muslimanin nga një veprim i tij. E dyta është që besimtarit punoj vazhdimisht për me ndalë mllefin e tij dhe me ndalë me vetë kontrollue apo me vetë përmbajt vetën e tij dhe me largue hidhërimin dhe nervozizmin nga jeta e tij. Sepse momenti i vrasjes, shumica prej njerëzve pasi që ta shkojnë këtë akt i bin pishman. Mirë po, problemi është që ai në ato momente të grindjes, apo në ato momente të kacafitjes, apo në ato momente të ballafaqimit me këtë dukuri nuk ka mundësi me nal mllefin e tij. Nuk ka mundësi me nal idhnimin e tij, nervozën e tij, nuk ka mundësi me përmbajt veten e tij. Ky është problemi esencial. Andaj besimtari punon vazhdimisht me veten e tij për me ngrit nivelin në mënyrë që në atë moment kur ta kap ajo nervoza, ai hidhërimi, që atë moment me ditë me menaxhu veten. Allahu xhelle xhelalu i ka lavdruar shumë këta njerëz, të cilët mllefin e tyre në atë moment që kanë mundësi ta zbatojnë edhe ta lëshojnë, e ndalin. Wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Dhe ata të cilët e nalin mllefin e tyre, dhe ata të cilët ja u falin njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a doni t'ju tregoj se cili njeriu është më i fuqishëm në këtë dynjë? Ka thënë nuk është ai njeriu i fuqishëm ai i cili del në mundje ballafaqohet me njerëz dhe është i fortë dhe i mund tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë njeriu i fuqishëm është ai i cili e ndal idhnimin e tij, e ndal nervozën e tij në momente kur nervozohet. Në momente kur idhnohet, në momente kur e kap mlefi, është në gjendje me stopu vetën dhe me menaxhue veten. Ky është njeriu më i fuqishëm. Dhe besimtari përdor disa metoda për ta ndalë mlefin e tij edhe idhnimin e tij, e që janë metoda edhe psikologjike dhe janë dhe porosi edhe nga aspekti psikologjik. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa dy persona të bo fjalë njoni me tjetrin. Njonit prej tyre ju kishë skuq ftyra, edhe ju kishin ajt damart. I thot pejgamberi sallallahu alaihi shokëve të vetë tu që janë ullur aty. Thot, e di unë një fjalë, po ja mësoj edhe juve, shkoni thuni që ati që ju është nervozue, edhe që ju ka skuq ftyra, ju ka në ajt damart, shko thuj që nëse e thu që të fjalë, ka me të largu ajo pe cilës po ankon. Thalet thot, a'udhu billahi mine shejtani rajim. Kërkoj o Zot mbrojtje të këti nga djalli mallkuar. Kërkoj mbrojtjen tënde nga djalli mallkuar, sepse djalli i lëviz të gjona, i lëviz të këqija. Dhe shkojnë i thojnë të pejgamberi, po thot qështu. Thot, a mos po mllagarit një muë njerit çmendur? Sikur që edhe në këtë dynja ndodh, njeri kur nervozohet dikush, e ti do më ia dhon një këshill, diçka thot ti mua, po dall po mllagarita? Unë as ti di këtu, a? Do thot nuk është gjendje as me menaxhu veten edhe kur ta këshillosh. Po ashtu
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kërkon mbrojtje tek Allahu nga djalli i mallkuar në momentet e hidhrimit, Allahu xhelle xhelalu do t'ia largojë atë. Pastaj do thotë, kanë thënë, nëse njeriu i dhnohet, e ka plon mlepi kur është në kom, le t'ulet. Ka thënë kur është ulën, nëse si kalon, le të shtrihet, le të qetësohet pak. Po ashtu prej metodave që e ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi, ka thënë, ai i cili dhnohet, le të shkojnë të marrin avdes. Sepse nervoza dhe idhnimi është prej djallit shejtanit, shejtani është i krijuar prej zjarrit, e zjarrin e shu uji. Zjarrin e shun uji. Sigur të ndërrove që prej metodave është edhe mu largu prej dukurive negative. Dhe ndaj këtyre dukurive edhe në bijën institucionale, edhe në fushat e ndryshme që kanë bojnë me të folirit rreth këtyre dukurive që është alkoholi, që janë substancat narkotike, të cilat shpesh herë do thotë shkaktojnë vrasje të qëllimta, të flitet, e nga aspekti fetar gjithashtu të flitet shumë për këto dukuri. Ndërsa institucionet që janë përgjithëse, ti ulumtojnë ato vende, ato objekte ku kultivojnë këto dukuri negative, don alkoholi, substancat narkotike, e kështu me radhë, të cilat ndikojnë në vrasje të qëllim. Pashtu prej metodave është gjithashtu edhe shoqërimi me njerëz të mirë. Shoqërimi me njerëz të mirë i ndihmon njeriu me rujt gjaktësinë e tij, me rujt imanin e tij, me rujt dhe takvallëkun e tij, devotshmërinë e tij. Para mendoje ti kur do me bëni veprim, më kon dikush që është i keq nga teje, në i shok i keq, thot mirja ke bo. Thot u kondesh kështu edhe kështu edhe kështu mi ja bo, edhe ma shumë nëzit. E kur e ki shokun e mirë, kur e ki ata i cili këshillon, thot jo, të t'ju zotit, largo se s'ka gjo, me hub dënjanë dhe akiretin ti prej një veprimi. Le ta thejnë qafën vetë. Dhe shoku i mirë dhe me të këshilluen situatat mira, situatat vështira. E shoku i keq, a i veç dhe zjam edhe ma shumë, edhe në situatat e ronda. Andaj, o shumë më rëndësi besimtari, me pas parasysh njetën e ti me ka porren, kanë peshoshnan, prej kujna po ka hajr, e prej kujna po ka shërë mu largu prej tina. Po ashtu, prej metodave që duhet ta përdor besimtari është edhe pastrimi i zemrës nga xhelozia, nga urrejtja, nga smira, sepse këto kur ti ki xhelozin ndaj dikujt, kur ti ki urrejtje ndaj dikujt, atëherë do të shejtani ndaj ngadalë e kultivon këtë urrejtje dhe këtë xhelozi në zemrën tonë, saqë pastaj do të bën edhe me bën ndonjë veprim të jashtëligjshëm. Andaj besimtari pastron zemrën e tij nga urrejtja, nga xhelozia, e pastron me adhurime, me ibadete të ndryshme, me devotshmëri dhe me sinqeritet tek Allahu xhelle xhelalu. Elusmi Allahun që të na pastroj zemrat tona, na ruaj nga çdo e keqe, na largoj këtë dukuri të shëmtuar dhe të keqe nga mesi jon, nga shoqënia jon, nga gjithë njerëzit në përgjithësi. Elusmi Allahun xhelle xhelalu që të na udhëzojë në atë që është e mirë dhe dobishme. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.